Ti po mundsh me lexuar Kur'an, se i dha zor këtu me lexuar Kur'an, çdo ditë ka një gjysë, 3 gjysë, 4 gjysë. Po mundsh, mashallah te barakallah. Ti po mundsh me agjenua të hanë tajtë, ti agjerove të këtë muin, e po sa të najtë. E hanë ajte, harresh Kur'an qesh. Aha, ti po mundsh me dhënë sadak çdo ditë, pse? Këtu dha vitin e zakatin e mundua çdo ditë me dhënë sadak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Gjelle Gjelaluhu me merit lavdrohet dhe me merit adhurohet. Ai që largohet nga ky adhurim, Allah i na shpëtoft prej sherreve të shejtanit, në humner bjerë. Ato Allahu që ka udhëzu, nuk ka kush e shtrëmnon. Po edhe dëshirat e epshet e tia, egot e tia që e shtrëmnojnë, s'ka kush që udhëzon. Veç Allahu subhanahu wa ta'ala. Ja Allah, një muj e kaluam gati në këtë muj të bekuar. Shëndronej edhe gjunahet që kemi bone sevape. Allahumma badil sejjiatina ila hasanat. Allahu Gjelle Gjelaluhu është i plot fuqishëm dhe hua qadiru ala dhalik. Të ndëruar vëllezër, ky muaj shumë i shpejt shkojnë. Si gurbetzive kur shkoni ju në përvatanet e juja, e ju thënë serdhet në vizit, ja për ku të vinë vizit se ditë numëruara. Allahu Gjelle Gjelaluhu për Ramazanin ka thonë, e jamen ma'dudat. Ditë të numëruara shkoj. Kush nuk e ka agjerua një ditë, pa arsye, të rjetën ma agjerua së në zenë mondit. So thuj ligji Zotit a ditë pa arsye. Po kush e ka agjerua me bindje të Allahu subhanahu wa ta'ala, kreta gjunahet jenë falë, dhe se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë, me ditë robi çka ka Ramazani mrenda, kish dëshiru me qenë tër jeta agjerim Ramazan. Andaj në këtë Ramazan, me ligjerata, me çka mësuam, e çka tham, që të dalim në fund të Ramazanit, sikur që kemi hi duke bo dua, Allahumma bellighna shahr Ramadan. Tani kemi bo dua, Allahumma bellighna lejletul qadr. E tash po bëjmë çka dua, o Zot, bëna edhe nasip këto 10 ditët që në fund po dalim. Këto janë 10 ditët etqun minan nar, prej zjarmit xhenemit, Allah i na shpëtoft. Të nderuar vëllezër, në Ramazan është ibadeti, zeqati, agjerimi, sadakaja, qiyamul lejli, qiyamut tahajjudi, salatit taravihi, fjalët e mira, veprat e mira, iftari, syfyri të ju dhënë të tjerëve kështu me radhë. Kreta këto janë mubashirate për ne, myshde për neve si haricime, se ky ummet inshallah do të dalë para madhnisë Allahut me faqe të bardhë. Resulullahi sallallahu alaihi wasallam ju thot sahabëve, Allahu me juve është krenar çdo ditë të Ramazanit me veprat e mira të juja që po punoni. Andaj shtoni veprat e mira ju shumë që të ketë me çka më u kon krenar dhe të ketë me çka më u lavdrua para melekëve në qiell. Ju jep neve për na jep si haricim, bëni veprat mira me çka Allah juve ju lavdron tek melekt. Po pse te melaqet na lavdron? Sepse na jemi popull i egos, i epshit. Jemi njerëz të lakmis. Megjithatë, edhe pse jemi të lakmis, ujin ditën se pishim. Bukën e bëm haram gjatë ditës. Edhe të tjera gjërat të cilat i keni marrë prej hoxhallarëve gjatë tërbujit edhe i dini plot gjëra ju vetë. Një ndodhi të cilët du me të regu para juve, e që tesbihi i janë shumë i madhë. Kër thush subhanallah, e kër thush elhamdulillah. Po thotë alayhi salatu wassalam një hadith,
e që duhet nga me qëta me përjetu e panal, po thot, kelimetani khafifetani alel lisan. Dy fjalë të mira janë shumë të leta në gjuhë. Thaqiletan fil mizan, për shumë të rënda janë në peshoj. Habibetani lirrahman, për shumë të dashura janë të Allahu subhanahu wa ta'ala. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahi l'azim. Shiko sa letja, kur thot robi subhanallah ve bihamdihi subhanallahi l'azim, e që dhe me thonë, unë e bindi vetën dhe jam i bindën se vetëm Allahi është i plot, askush tjetër, absolut. Dhe vetëm ai i ka vetit të plota, atributet të plota, emnat e bukur, askush tjetër dhe askush nuk i përngjan atij, e as Allahu nuk i përngjan askujt. Allahu samed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lahu kufuwan ahad. Vllazërit e mi, to tesbihe që i bajmë gjatë këtij muji, po thot alayhi salatu wassalam, يعجز أحدكم أن يقرأ في ثلث الليل في ليلة واحدة ثلث القرآن. Është i pamundshëm robi me lexue 1/3 e Kur'anit për brenda një nate? Thonë, si ja Resulullah, si bëhet kjo punë? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vetëm kul huwallahu që e kënejmë, e ka peshën e 1/3 së Kur'anit me lexuar. Hadithi është i transmetuam edhe i vërtetuam prej Sheikh Albanit, prej hoxhës shqiptarëve. Edhe arabët e din, kret Albani ku përmendet, nuk e diskuton më askush ata. Prandaj po thot alayhi salatu wassalam, ayajiz ahadukum an yaqra fi laylihi thuluth al-Quran, ni kul huwallah. Në këtë muaj mësuam shumë gjana. Në taravia 20 recat, në disa vende që traditën së thellë shumë, e dini si të na sunet Yasis, e farzi, e 2 recat sunet, e 20 taravia, vitri, mandaj edhe qiyamul lejli, po shkon thuja se kret natën një periudhë gjatë një ibadet. Aha, ti po mujshe masi natën po mujshe, çka mësove ti? Mësojshe që 5 vakti ajet, pra 5 vakti kryhet për një orë, 5 vakti kryhet. Ma abdese me namaz, 5 vakti kryhet një orë. Ti në Ramazani dhe shëzor këtu, edhe ma shumë, më dalë pi Ramazanit më së falë 5 vakti, çka bane pra ti? A bane ushtrime fizikale këtu në Ramazane? Ti po mujshe me lexue Kur'an, se i dha zor këtu me lexue Kur'an, çdo ditë ka një gjyze, 3 gjyze, 4 gjyze. Po mujshe, mashallah, te barekallah. Ti po mujshe me agjenuat hanë tajnëte, ti agjerove të këtë mujën e të sa të najte. E hanë ajte, harresh kur agjesh. Aha, ti po mujshe me dhonë sadak çdo ditë, pse? Ti o dha vitrin e zekatin e mundua çdo ditë me dhonë sadak. Se është parim islamik, dhe kjo është hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një konkur me dhonë çdo ditë sadak, shkruhesh prej atyre që japin sadak, bo është sadakaxhi. Dhe kjo hadith i fortë. E të tjera, ose edhe po mujshe ti tër mujin e Ramazanit s'ke pi duhan. Edhe pse e duhan gjithë, s'ke pi duhan tër mujin e Ramazanit. Ti po mujshe me jetu pa duhan. Po e ke lazru vetin, se po mujshe me qëndrua. Allahu Gjellëshanu na i largoft veprat e liga, e i marshim veprat e mara, inshallah ta'ala. Prandaj, puna jonë, me u pëlqyje, إذا وافقت قراءتك وعبادتك وصدقتك وإلى آخره ما أجريم رمضانit. Më u pëlqyje, mashallah te barekallah, e kemi fituar na leximin e Kur'anit. Qanitin fil Kur'an, muqtanin fil Kur'an. Këtë kemi fituar çto, më kon që këto i bëjmë tamam si ka hije, inshallah taala. Edhe inshallah i kemi bën. Në një hadith është i çuditshëm, Resulullah sallallahu alaihi wasallam kur ka shkuar mbi shtatin qiell e dini rastin. I thënë asaj note, ose asaj ndodhie Mi'raj Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Kur ka mrinë në Beitul Ma'mur mbi shtatin qiell, e ka pa Ibrahimin alaihi salatu wassalam të mbështetur në Beitul Ma'mur. Dhe kur e pa Ibrahimin u çuditë dhe me thonë edhe ai me këta,
E pejgamberi Allahut Ibrahimi i tha marhaban, marhaban, i tha mirë se erdhe Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, si cili qiell që ka prit Resulullahin, është hadithi i gjatë. Na ja marrim vetë çka po na duhet sot. Tha pejgamberi, tha ishte i ngjajshëm me mua fizikisht fytyra e Ibrahimit. Zatën në hadith është vërtetuar se më i ngjajshëm profet me tjetrin, Ibrahimi dhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala Ibrahim, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama sallaita ala إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى إبراهيم وعلى آل محمد مناكتو çünkü al na yani deri ditën e kiametit. Po I thot ja Muhammed اقرأ أمتك السلام أن الجنة طيبة وأرضها طيبة وأضب ماؤها وغراسها التسبيح وهي قيعان. O Muhammed, bani selam ymmetit tënd. Shiko çfarë selam për Ibrahimit për neve. O Muhammed, bani selam ymmetit tënd, thuju, xheneti është shumë I mirë. Thonal e keni mësuar prej Kur'anit se xheneti është shumë I mirë. Po thot, tokën e ka shumë të mirë. Toka e xhenetit. Edhe ujin e ka shumë të mirë, xheneti. Edhe ka një vend xheneti për secilin të pambjellur, s'ka gjelbrim ai vendi, po është shumë pjellor ai vendi. E mbjellet ai vend me çka? Mbjellet ai vend me tesbihin e juj. Selam për Ibrahimit, përmes Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, xheneti është shumë I mirë. Tokën e ka të mirë, ka vend pa mbjellur që mbjellet me tesbihin e juj, edhe ujin e ka shumë të mirë. E çka është ajo mbjellet me tesbihin e juj? Sa herë themna subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illa Allah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim, jemi duke mbjell çat pjesën gjelbrimit të këtuhit me mbjell, zatën I thohet xhenetit Dunia si thohet në definicion për xhenetin, dunia mazratul akhira, dunia është kopshti që I mbjellim ahiretin. Se sa herë thuash subhanallah, e kemi ka një hurma, ka një shega, ka një rrusha, andaj mëse hiqni prej gojes tesbihin dhe gjithmonë. Andaj ka thonë Allahu xhalla xhelalu në Kur'anin e Kerim, edhe ato me SMS prej mbi shtatin qiell. Ja eyyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. يعني ما أردن الله سبحانه وتعالى اذكر الله فرمنا الله ثوني يا الله الحمد لله سبحان الله قارن صحابي يباني أفتن رسول الله صلى الله عليه وسلم na që po I them çat termin, po e përdorim prej arabëve, po e marrim bedevi. Një katunar ka ardhur prej më larg për Medinës, te Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Se arab që bedevi thën katunarit. Kur ka ardhur pejgamberi tha ja Resulullah, allimni kelimatin adhkurullah subhanahu wa taala. Më mëso disa fjalë ta përmendi Allahin. Tha kul thuaj subhanallah alhamdulillah la ilaha illa Allah wallahu akbar. Edhe I tha këto, shkoj. Resulullah I lavdroi. Ka marrë shumë thesar. Katër pse shumë thesar? A di çka do të thonë fjalë subhanallah, që na s'podim me thonë boll. E çka thot elhamdulillah, që sa herë thuash elhamdulillah, Allahu thot për robën e vet, hamdani abdi, më lavdroi robi jam. Allahu po thot fadhkuruni adhkurkum, më përmendni mua, unë ju përmendi juve. O idha dhakarani abdi fi nafsi, kur robi përmend vetin e vet, unë e përmend vetin tim. Kur robi përmend popullat vetënin të tjerit subhanallah alhamdulillah, unë po të përmendi robin me një popullat më I mirë se popullata e tij, para me laçeve. Edhe shkoi sahabia, ky katunari, ky sahabi, shkoi. Sa u nis, prapu kthye, ja Resulullah,
Tha urna, tha këto që ka më mësove mu ken tesbih për Allahun. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tha më mëso mua diçka personale, mua në interesin tim personal. Masha Allah. Alehi salatu wassalam, alladhi la yantiqu anil hawa in huwa ila wahyun yuha. Të lumt nasi jam i ummeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Çoni salavat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tha thua jo robi Zotit. Thua jo robi Zotit. Allahumma. Këto janë që mësohen kullat. Allahumma shfini. O Zot, më shëro. Warhamni, më mshiro. Më shëro edhe më mshiro. Wahdini, edhe më udhëzo. Warzuqni, edhe më furnizo. Mje përsi. Edhe i mësoj sahabijë këtu dhe shfej. Këto jam inat e cilat o vllaznit e mi, kretë mësoni qëto gjëra, edhe kretë mësoni jau e vladve të juj, familjeve të juja në për shtëpia, shokve të juj, vendin punën ku punoni. E lusë Allahun Gjelle Gjelaluhu, prej kësaj hutbe ku jam largë vatanit tem, une të ju bëjnë juve në këtë tokë ku po jetoni, në mesin e këtyne trojeve, të ju bëjnë juve Allahu Gjelle Gjelaluhu në këtë buj, ju të bëhani të lakmushëm për tjerët, të bëhani shëmbëltyr për tjerët, të ju kanë juve lakmin populli i Belgjikës, populli i Brukselit. Pse? Neve në ka thonë ai mbi 7 qiell, lekad kane lekum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira. Andaj kur mos u boni të palakmushëm për të tjerëve. Prandaj na ka porosit Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, juve sidomos që jeni në emigracion, ittaqillaha haythu ma kunt. Ku tje ki frikën e Allahut. Wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasana. Edhe pas çdo gabimit që mundesh me bëu më ndot, bëni një punë të mirë me ta shly, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, edhe qëndro para njerëzve në moralin më të lartë që keni. Allahu ju bën sebeb juve që ky popull ta pranojë dinin islam, mos t'i nënshtrohet xhenemit, po t'i nënshtrohet urdhnit Allahut xhalla xhelaluhu. Selamun aleikum fadkhuluha, ka thonë Allahu xhalla shanu ditën e kiametit, ju thot xhenetlive, paqja e Zotit qoftë për juve. Hyni ju në këto xhenetet e mia. Allah ju bëftë dhe ju shëmbëltyr. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Thoni astaghfirullah për disa minuta, Allah ju fal gabimet. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. E lusim Allahun Gjelle Gjelalu mas këtij muaji të bekuar të agjerimit, kemi marrë boll, të akumulojmë boll prej ibadeteve që kemi marrë, prej kursit, prej derseve, mësimeve, studimeve, që të ne zgjasin bile një 6 muaj në tonë. Ata 6 muaj që i rafete lusim Allahun o Zot në arri Ramazanin, e ta jetojmë jetën e dynjas si ka hije. Allahu Gjelle Shanuhu në Kur'an në ka mësua që shme folë edhe për jetën e dynjas, edhe një provim me dhanë shumë të këllajshëm, sepse ne kam mësua që ka mu përgjegjë. Me hinë shkolla, ju e dini, asni profesor, asni doktor, nuk ta jep tyje pyetjen edhe përgjegjen. Ta jep pyetjen, përgjegjen s'ta jep. Allahu Gjelle Gjelalu në ka dhanë edhe pyetjen edhe përgjegjen, që shme kalu provimin. O idha sa'alek ibadi anni fa inni qarib, ka thonë, kur të pyete robi për mua, unë jam afër ti, i përgjigjem. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. I përgjigjem robit tam. Ai veç le të udhëzohet. Pas udhëzimit, Allah i na ka mësua atë lutjen që kretë e dini, Rabbena atina fid dunya hasana. O Zot, na jep të mirat e dunjas. Wa fil akhirati hasana. Edhe të mirat e ahiretit. Wa qina adhaban nar. Edhe na shpëto nga zjarri i xhenemit. Dhe për fund, thot alayhi salatu wassalam, e pyetin sahabët, ja Resulullah, çfarë hak i kemi në Allahut? Çfarë hak i kemi në Allahut? Ka thonë, an na'budahu wa la nushrike bihi shay'a. Haqqullah min ibadi, an na'budahu wa la nushrike bihi shay'a. Me adhuru e mos mi bësh shirk në asnjë mënyrë. Keni kujdes, prej shirkut, keni kujdes edhe prej kufrit.
Kujdes shumë të madh. Pse? Shirki edhe kufri, ka thonë pejgamberi me një hadith, është qaq i holl si zëri i bubrecit. Si zëri i bubrecit. Bubrecin, a keni të bozo dhe njëherë? Qaq shirki depërton të ti Allah i pështoftë edhe ty edhe mua. Edhe kufri Allah i nalut. Prandaj ka thonë alayhi salatu wassalam, me këtë hadith që po e përfundoj fjalën, e haki Allahut ndaj nesh, wa haqqullahi ala al-ibad. Ai ka hak Allahu, po thot po, nëse nuk e bëjmë shirk edhe kufrën, e ka hak ndaj nesh me na shtin në xhenet. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'imaha. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. اللهم سلم ديننا ولا تسلب وقتنا إيماننا ولا تسلط علينا ظالما ونستغفرك ونتوب إليك يا رب العالمين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.